Si gjyqësor ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasniqit, i cili zgjati mbi 5 vjet, tashmë po i vjen fundi. Shumë reagime nga vendi e jashtë u bën gjatë fjalëve përmbyllëse të prokurorisë, mbrojtjes e 4 të akuzuarve. Një nga më të zëshmit ishte diplomati britanik John Stewart Dunchan, i cili në postimet e tij kërkoi që dëshmitë e dëshmitarëve ndërkombëtar duhet të kenë peshë të madhe dhe se përshkrimi i situatës në terren nga prokuroria, sipas tij, nuk pasqyron plotësisht realitetin. Avokatët i kanë quajtur të një peshe të veçantë dëshmitë e ndërkombëtarëve, për çka edhe presin epilog pozitiv. Në rast se vendimi do të jetë i bazuar ekskluzivisht në prova dhe fakte të cilat i kemi parë, atëherë unë jam optimist që vendimi vetëm dhe epilog reali i këtij procesi do të jetë pafajësia 4 SSU-s, sepse prokuroria nuk ka arritur me argumentu tezat përkatësisht pikpamjet e saj në lidhje me çështjen për cilën e ka ngritur. Avokati Skënder Musa konsideron se lufta e UÇK-s është legalizuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Duke pas parasysh që pavarësia varë si derivat i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, ajo gjykate ka legalizuar dhe luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk ka drejt asnjë gjykatë dhe asnjë prokuri që ta kontestoj ligjshmërinë e një lufte shtrembëtare kundër një okupuesi. Secili popull, sado i vogël që është, ka të drejtë të luftojë për drejtat e tij dhe normalisht krijojë edhe shtet. Sa u përket protestave me kërkesën për drejtësi ndaj gjykatës speciale, avokatët thonë se ato janë karakterizuar nga pjesëmarrja aktive e qytetarëve dhe sipas tyre, kërkesat janë të jetë legjitime për të pasur drejtësi për këtë proces të stërgjatur, edhe me peshë jashtëzakonisht të madhe për vendin.